dashuritur mos u dorëzo. Sepse ti je njeri, gjithë bota le ta di, ti je ndrysho. Ti je njeri I mirë, mos betësh veç dëshirë, ti je ndrysho. Hajde pra njeri më thuaj, përse unë të huaj, kur jeta është e mirë, ku ne kemi një dëshirë ta bëjmë realitet, sepse jeta nuk të tret. Sepse ti je njeri, gjithë bota le ta di, ti je ndrysho. Sepse ti je njeri, gjithë bota le ta di, ti je ndrysho. Mirë mbrëma të gjithëve. Ja ku jemi përsëri në spektaklin Odeon dhe në radio televizionin e Kosovës. Jemi munduar dhe po mundohemi për herë që përmes këtij spektakli të themi shumë çka. Të përcjellim emocione të bukura e t'i përçojmë ato tek ju. Të përjetojmë zgjuarsinë e personazheve tona të nderuara, inventivitetin e artistëve tanë të mëdhej që defilojnë për këtë skenë dhe mbi të gjitha të përjetojmë dashurinë tuaj. Bota është ajo çka jemi neve vetë. Le të mendojmë për ardhmërinë, le të mendojmë për vetë jetën dhe për sosmërinë e saj. Le të fillojmë me rubrikën personazh. Sonte do të vi nga majat akademike kosovare, një I nderuar dhe I respektuar I këtyre majave. Zonja dhe zotri, para jush, para nesh, para të gjithëve, një personazh në kuptimin e plotë të fjalës. Profesor Dr. Isuf Krasniqi. Bravo, profesor. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma, profesor, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Është bukur t'ju ketë njeriu në studio, një erudit I vërtet, që, si që anonqova më herët, vinin nga majat akademike të këtij vendi. Në momentet që u morën vesh se do t'ju kemi personazh në spektaklin Odeon, gazetarja jon Saranda Uka ka përgatit një profil tuaj, e le ta ndjekim bashkë. Isuf Krasniqi u lind në Prapaqan të Deçanit. Në vitin 1972, ai merr titullin inxhinier I diplomuar në Fakultetin Teknik të Universitetit të Prishtinës. Ndërkaq që 6 vite më vonë, zoti Krasniqi përfundon studimet e magjistraturës në Universitetin e Zagrebit. Ndërsa, në vitin 1987, ai mbron tezën e doktoraturës në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit të Prishtinës. Karriera e tij akademike fillon me atë asistentit për të bërë profesor I rregullt I Fakultetit Elektroteknik, funksion të cilin e ushtron edhe tani. Gjithashtu zoti Krasniqi aftësitë e tij profesionale I shpalosi edhe në rrafshin ndërkombëtar, duke qenë bashkëpunëtor I disa universiteteve si atij të Sarajevës, Zagrebit, Tiranës dhe Tetovës. Përveç angazhimeve të tij si mësimdhënës që nga vitet e 80-ta, ai ishte pjesë e proceseve të rëndësishme të cilat si qëllim kishin zhvillimin dhe ngritjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Profesor Isuf Krasniqi është edhe bashkautori I disa teksteve universitare si materialet elektroteknike, teknike e tensioneve të larta e tjerë. Isuf Krasniqi në bashkëpunim me institutet gjermane është hartuesi një numri të madh projektesh zhvillimore të komunave të ndryshme të Kosovës. Kemi ndjekur profilin tuaj, profesor I nderuar. Do të donim të dinim, si ka qenë fëmijëria juaj, rinia juaj, formimi juaj profesional, pak a shumë?
Po në gjeneratat e 50-ta, të gjitha e kanë pas përthujt njëjtin situatë të shkollimit. Unë i takoj asaj gjenerate që për të mbrit deri në shkollë dashur të udhëtosh nga 5-6 kilometra në një drejtim aq në drejtimin tjetër. Mbaroj shkolla fillore, gjimnaze 11 maj në Pej. Me dëshirë të prindve ishte që unë të studioj mjekësinë. Shkova në Universitetin e Shkupit, regjistrova mjekësinë, natyrisht pa dëshirën time. U ktheva në Prishtinë dhe ishte hap seksioni elektroteknikës, inxhinierisë elektrike, pranë Fakultetit Teknik të asaj kohe. Fillova me studime dhe natyrisht prindve pa ju treguar se une në një mënyrë i kam mashtru pak. Do më thënë, u vendoset në Fakultetin Teknik? U vendosa në Fakultetin Teknik. Edhe pse regjistruat mjekësinë? Edhe pse regjistrova mjekësinë. Bile hyna në provim pranues dhe isha në numër 1. I pari që kisha dhënë provimin pranues, me vështërsi në gjuhën maqedonase, po shkenca nuk një kufi dhe u gjeta. E kishit të i kaluar atë? E të i kaluar. Kjo është viti? Kjo është viti 1968. 1968, një vit tepër i rëndësishëm për historinë barë shqiptare. Vazhdova me studime, pasi që kreva vitin e parë në qershor, u ktheva në shtëpi dhe natyrisht u komunikova prindve se unë edhe pse kam regjistru mjekësinë, edhe pse kisha verifikuar se kam marrë indeksin e Universitetit të Shkupit që e ruaj edhe tash me xhelozi, ju komunikova se unë kam vazhdu studimet në Fakultetin Teknik. Natyrisht, prindet pa shkolluar ishin, po thatë pas baba, ajo që është dëshire jote, është edhe dëshire ime. Dhe pse investojnë mu ishte, të kthehem pak në vitin e 6 shkollës fillore, filloj të më diktoj se ka qenë pjesëmarrë si Besës të Vera të Lukës, si fëmijë, dhe në një fletore të formatit A4, imbusha dikur një 60 faqe, pas një viti më detyroj të lexoj. Kur e pavë se ajo që a shkru nuk ndronë, tha unë do t'japë edhe arin e fundit dhe do të shkolloj, sepse e shkruara nuk pëndruka. E shkruara nuk pëndroka? Nuk pëndroka. Dhe kjo ishte kronologjia e ngjarjeve të Vera të Lukës, që a ju kishte treguar, ju keni shkruar? Po, e kam shkru fatkeqësisht në luftën e fundit që patëm, sepse shqiptarët kanë pas lufta gati tër jetën, sepse trojet tona shqiptare kanë qenë joshse për të huajt. E vetmja shtëpi në Katun që është djeg pikërisht shtëpia ime, për shkak se kanë gjetë një bibliotekë në të cilën fatkeqësisht jam djegë edhe ato shënime. Gjithë biblioteka dhe shkrimet tuaja? Gjithë biblioteka dhe shënimet e mia. Pastaj ju mbaruat studimet në Prishtinë? Mbarova studimet, isha bursist Universitetit Prishtinës, natyrisht kisha obligim që të mbes në universitet. Studimet postdiplomike i vazhdova në Universitetin e Zagrebit dhe ato i mbarova me sukses 1978 të një profesor shumë i njohur, një Mario Padelini, i cilin mes tjerash më këshilloi me që do të punosh në universitet. Më tha, ajo pjesa me rëndë është për ta vlerësue studentin, të mos hezitosh asnjëherë. Ai student që meriton notën pozitive duhet ngritesh nga më dhe t'ja urosh. Sepse është dhe meritë e tij se të ka respektu si pedagog, po e ka respektu dhe veten si student. Kështu që jam mundu me xhelozimi e rujt edhe atë, deri me sot. Nuk ka student që ka marrë notë pozitive që nuk jam ngritë në kame, nuk ja ka marru. Studentët edhe ju mbajnë mend për këtë në përgjithësi. Kam arritë flasë dhe me ato dhe ju mbajnë mend për këtë. Profesor i nderuar, jeta juaj pastaj ka vazhduar komplet në botën shkencore. Çka e karakterizon punën tuaj të gjatë shkencore? Po gjenerata jonë gati dha vull ta quaj kështu Universitetit Prishtinës. Kemi pas fat të një plejade profesorësh shqiptar, të cilët unë kam pas fatin që t'jem student i tyre.
të cilët na mësuan se duhet punohet në ekip, duhet punohet me përkushtim, kështu që gjitha rezultatet që i kam arritur janë rezultate të një punet përbashkët dhe nuk me takojnë vetëm mua sukseset, për tërë stafit Fakultetit Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike edhe më gjerë në Universitetin e Prishtinës. Sot jeni profesor në Universitetin e Prishtinës, normalisht në Fakultetin Teknik, por jeni edhe në Akademinë e Arteve dhe Shkencave të Kosovës, si dhe në Asociacionin për Zhvillimin e Shkencës në nivel shtetëror, kombëtar. Këshilli Kombëtar i Shkencës ka për qëllim për të trasu politikat e zhvillimit shkencës në Kosovë, është një këshill autonom i kuvendit, që na ka votu Parlamenti i Kosovës, kemi bërë një draft të zhvillimit të shkencës, kohët të zhvillimit të shkencës, ku kemi nxjerrë 5 prioritete. E para është energjia, resurset dhe mjedisi, natyrisht ushqimi, mjekësia, pa e harru traditën, historinë dhe gjuhën, dhe IT-ja që i përshkruan të gjitha dhe hapistat e zhvillimit më të tjeshëm shkencës Kosovë. Gjatë punës suaj dhe rrugtimit tuaj edhe shkencor dhe profesional, ju i keni përjetuar pothuajse të gjithë titujt, tani veç para titullit akademik. I mbani mend sa punime shkencore keni, profesor? Po, shpeshher numri nuk përcakton shumë çka. Megjithatë, është një numër relativisht i madh i punimeve të cilët kanë recenzione ndërkombëtare, dhe asnjë punim nuk e kam të vetëm si autor vetëm, po jam në ekip, kështu që kudo që kemi shkuar, që nga Varshava deri në Houston, punimet janë çmu shumë për shkak se është punu në ekip. Prandaj unë jap porosi gjeneratave të reja se duhet punohet në ekip, rezultatet nuk mungojnë. Do të jenë më shumë të mëdha. Janë shumë të mëdha. Duke biseduar, ne thjesht kuptuam se jeni aty te majat, jeni në majat e shkencës edhe dijes në këtë vend. Sa jeni të konsultuar, apo sa duhet Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës të jetë determinuese në zhvillimin e gjithëmbashëm të këtij vendi? Që një Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka planin dhe programin e saj 2 vjeçar dhe 1 vjeçar, ku tashme që jam brenda aty e kam pasë programi realizohet, mos them, po në mas për mbi 99%. Do thot, krejt obligime që i merr Akademia i përfundon me sukses. Në bashkëpunim natyrisht dhe me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Unë kujtoj se Akademia vetun nuk është ajo e cila mundet shumë me dhanë, po të mos jetë lidhur ngushtë me të gjitha universitetet, respektivisht universitetet publike të Kosovës, të gjitha institucionet shkencore në Kosovë, dhe të gjitha informacionet duhen me qenë laborator që e furnizojnë Akademinë me dhënat, me punimet vjetore. Jemi në prag të sublimimit të rezultateve, të cilat nuk janë të pakta, po natyrisht se jo edhe aq të mëdhaja që kishin dashur që t'i kemi. Megjithatë, duhet konsultohet më shumë Akademia, jo vetëm Akademia e Shkencës, po duhet konsultohet shumë Universiteti i Prishtinës, që brenda ka një plejad profesorësh eminent, të cilët jo vetëm që janë të njohur për Kosovën, por edhe jashtë. Ju keni realizuar, gjithsesht keni formuar edhe një institut me disa bashkëpunëtorë tuaj, për çfarë bëhet fjalë, profesor? Quhet Instituti i Shkencës dhe i Teknologjisë, merret me projektime, mbikëqyrje, ekspertiza, shqyrtime, elaborate, punime profesionale. Unë kujtoj se është në rrugë të marrë ka sa rezultate cilat vlen të përmendet. Ta them, kemi bërë në bashkëpunim me 3 institute gjermane, kemi bërë shumë projekte të zhvillimore, urbane, të shumë qendrave të Kosovës, të cilat
më tutje do të zhvillohen në projekte tjera detale urbane, ku unë atë pjesën elektrike e kam kry, shpresoj me sukses, të furnizimit cilësor me energji elektrike, në formën unazore, të pothuajse të gjitha qendrave komunale në Republikën e Kosovës. Republikën e Kosovës. Profesor i nderuar, neve jashtë gjithë kësaj kemi përgatitur edhe 10 pyetje rrufej, quajmë rrufej pyetje të shpejta, edhe kërkojmë edhe 10 përgjigje, mundësisht të shpejta, ashtu siç dini dhe mundeni ju. Profesor, shkenca, puna apo familja në renditjen tuaj, intime? Janë të mishruara trijat, por në radhë të parë është familja e cila ka mundësuar shkollimin. Natyrisht vjen një punë e përkushtuar dhe pas një pune të përkushtuar në ekip vjen edhe shkenca. Tipari kryesor i karakterit tuaj? I qetë, i pa kompromis për të vërtetën edhe në qoftë se ka pasoja. Motivi për të cilin zgjoheni në mëngjes? Pas një leximi pas dreke në shtëpi dhe gjetje se ndonjë informacione që nuk ju kam dhënë studentëve deri më tash, është një motiv plus që të nesërmen studentëve t'ju atë komunikoj diçka të re në shkencë. Më i rrezikshëm mediokri apo ignoranti? Është vështirë të dallohen e keqja është në qoftë se ata udhëheqin dikën, cili do prej tyre. Mendimi i parë kur hyni në sallën e studentëve? Studentët i konsideroj si fëmijë të mi. Dhe natyrisht si prindi që ka dëshirë atyre t'ju komunikoj gjithçka të re që është në shkencë me preokupon. Në qoftë se eventualisht ndonjë pyetje më bëjnë dhe nuk jam i sigurt që kam dhënë përgjigjet saktë, edhe pse nuk ju lë pa përgjigje, ju komunikoj se javën e ardhshme do ta keni përgjigjen e saktë. Sepse profesori nuk i di të gjitha? Jo, shpesh herë e përsëris për çdo ditë e shoh se numri i panjohur rritet. Profesor i nderuam, një notë për dijen vlen sa? Notë për dijen vlen një jetë mund vlej. Fani për një digresion mund të zgjas pak këtë. Isha student në Universitetin e Zagrebit dhe tash ndjeri profesor shumë i qmuar Mario Padelini më tha të kesh kujdes kur të anotosh studentin duhet të qmosh të vërtetën. Dhe pikrisht kjo më ka bërë që t'jem konsekuent me jetë. Jam shumë tolerant deri në fatin e provimeve. Të mësohet apo të studiohet? Janë etapat ndryshme, por studenti kur vjen për të studiue e ka epitetin e studentit, prandaj duhet të studiohet. Profesor, të çmohet koha apo paraja? Unë kujtoj se është një proverbe jonë e të parve. Duhet jesh biri kohës e jo babi kohës. Pra koha duhet çmohet shumë. Të flasësh apo të mos flasësh? Atëherë kur nuk kishim universitet, atëherë kur shkollat ishin të pakta, odat shqiptare kanë qenë një lloj universiteti në vete. Dhe nga odat kam dëgjuar se 2 persona e prishin oden, ai që flete nuk din e ai që din e nuk flet. Profesor i nderuar, urojeni apo thuajni kujt të doni, çfarë të doni dikujt që doni? Tani po kujtohet një thënie e të madhit Faik Konica, i cili dashamirëve të vet ju thot, edhe pse thot nuk jam shumë fetar, i drejtohet ati ynë që je në qiell, mba ma gojë mbyllën kur s'kam diçka të mirë për të thënë. Pra në qoftë se nuk e diçka të mirë për të thënë, më mirë është që të mos flasësh. Profesor i nderuar, shumë ju faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit.